Pyetja e parë që kam për Aidën është e thjeshtë. Sa është për masa e vërtetë e kësaj gjës? Është aq e madhe sa po krijohet një perceptim apo është më sporadike dhe na pëlqen tronditja? Së pari njërë kemi të bëjmë me vajzat cilët janë shumë të njohura publikisht që kanë Kjo është lajm, si të qoftë. Patjetër, dhe kjo përbën lajm, që nga rasti që kur doli rasti Lajert Haxhiut në burgun e Korçës dhe disa raste të tjera, patjetër që kjo e bën. Mirë po, a janë në përmasa shqetësuese apo jo, ka një tentativ të lartë të këtyre të paraburgosurve apo të burgosurve për të pasur brenda ambienteve të burgjeve vajzat të showbizit. Mos harrojmë që viteve të fundit janë arrestuar, le të themi, personazhet kryesor të krimit të organizuar në Shqipëri dhe janë të burgosur, të dënuar apo edhe të paraburgosur. Por pavarësisht se kjo statistikë që sapo them, tingëllon sikur po bëhet punë e madhe. Ata vinë me një historik, nga jashtë dhe patjetër që në targetin e tyre kanë pasur gjithmonë vajzat të showbizit, influencer, vajzat njohura dhe nuk i kanë shkëputur këto linja duke shfrytzuar të gjitha hallkat apo mungesat e sistemit për t'i pasur edhe brenda ambienteve të burgjeve, qoftë duke bërë akte notariale si bashkëjetuese, qoftë duke pasur edhe vajzat të showbizit të cilat marrin edhe licencë avokate edhe shkojnë në rolin e avokates për t'i takuar pikërisht në dhomat e avokateve. Një sekundë, si ishte kjo? Tani gocat e showbizit marrin licencë, ka pasur raste që vajzat e njohura edhe mund ta kenë mbaruar juridikun, se në përgjithësi patjetër ka vajzat e showbizit janë edhe vajzat të shkolluara dhe duke marrë një licencë avokati, atëherë sistemi nuk ka çfarë t'i thojë nëse një i burgosur apo që është në gjykim i paraburgosur e zgjedh për ta pasur avokate dhe shkon dhe ndërkohë mund të ketë edhe skena të tjera të takimit dhe kam përshtypjen që kolegu Flamur Vezaj kur thot që kam edhe video që kanë përmbajtje intime, vetëm në 2 ambiente ka kamera në dhomat e takimeve, janë dhomat e avokatëve, mos gaboj Dea, edhe dhomat e takimeve me familjarët. Sepse në dhomat e takimeve speciale, para është shumë e vështirë për të hyrë, sidomos për të paraburgosurit, dhe tjetra nuk ka kamera që mund t'i filmojnë këto momente nëse mund të kalojnë në momente intime. Ndërkohë, Dea, e para njërë cili është opinioni yt, besoj ke ndjekur me siguri, ke pasur informacion për para se dilin këto lajme, apo besoj klientët e tu Shikoj njërë, duke është të bëj një ndërhyrje. Patjetër. Sepse duke qenë vetë avokate. Jo, tu nuk paragjykoj absolutisht unë, besoj e sqarova dhe isha shumë e qartë duke kam kundra teje, kam kundra shumë paragjykimeve. Mua më takon, duke patur këtë licencë, të marrë nga fakulteti juridik, të mos lejoj të përdoset përgjithsisht, nuk po flas në emrat veçantë, sepse emrat veçantë kanë çdo lloj sektori. Pra ka dhe nga radhë avokatisë, ka dhe nga radhë psikologjisë, ka dhe nga radhë gazetarisë, pra në çdo radhë personash mund të ketë edhe nga këto molte kalbura që pastaj tentojnë të prishtin të gjithë shportën. Nëse nuk është në sistemin të kemi të licencën avokatisë, Dea nuk është e një mund ta marrë kushdo, po, por duke qenë këtu e vetmi avokate më duhet gjithsesi ta mbroj profesionin ton, që kalon, po e ke me lek, pra nuk e punon, ndoshta unë jam çdo ditë. Unë jam çdo ditë në punë. E para, e dyta e dëgjova, pasi u ftova në këtë intervistë, e dëgjova atë që ka nxjerr gazetari Flamur, mos gaboj emrin, po Vezaj. Edhe ai është shprehur saktësisht që këto video janë bërë nga vetë personazhet. Pra do thotë që ata kanë patur telefona brenda dhe kanë filmuar momentet. Si që dhe festa që doli... Pikërisht, pra nuk bëhet fjalë për kamera që janë kapur në ambientet e burgjeve, kamera që janë vendosura për sigurinë e tjerë. Mund të jenë video që ato i kanë bërë me telefon. Nuk të doja të diskutoja emra konkret, edhe pse përbën lajm emri në këtë rast, nuk përbën lajm veprimi. Nuk përbën lajm veprimi.